Shumë të shtrenjtë. Që ma unë që 5.000 lek pension marë. Që dhe marë erë dhe marë ilaçet që koj për ne i zokë në ata 5.000 lekshit. Që s'kam qash. Si Qëzojnë ka plot familjar të cilët kthehen duar bosh gjatë këtyre ditëve nga tregu i Beratit. Qytetarët ankohen se çmimet janë rritur dhe me të ardhurat që kanë, nuk arrin dot të sigurojnë produktet e nevojshme për tryezën e natës së ndërrimit të viteve. E ble dot? Po se ble dot, nuk e ble dot. Po nuk e ble dot, se ha pension marim. Pension i pakët. Ja që thash, me një zokë do t'a thjerë ti të bëj me një qik makarone po pata, po s'pata me lenga ti i ndormio. Të ble një ashtu një qik njëse një qik gruri, të bekulasi. Jeton vetëm? Vetëm fare. Ka vajtur atje sa s'ka me. Po të pasur ka plot, po s'kemi qatë marrë. Strejti ata njerëzit që asofin, nuk ble do. Dhe tregtarët justifikohen se nuk mund të shesin më lirë, pasi kostot për të rritur gjelat e detit janë rritur ndjeshëm. Ata i duan pa lek, neve s'mund t'i japim se kemi harxuar qimet e kokës kur i thonë. S'kan lek njerëzit. Pensionistë kanë ngel në për shtëpi, ku ti çim para, i për ilaçe apo të kaposhi. Krahasuar me një vit më parë, çmimet e produkteve janë më të shtrenjta, e përpasoj dhe qytetarët më të varfër e të pamundur për blerjet e nevojshme.